Ish kryeministri i Shqipërisë, zoti Sali Berisha, është paraqitur sërish pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e njohur si SPAK, në kuadër të vijimit të masës së sigurisë detyrim paraqitje që ai po përjeton prej disa kohësh. Kjo thirrje e fundit ka ardhur si pjesë e një hetimi më të thelluar që lidhet me disa prej çështjeve në të cilat Berisha është i përfshirë. Zhvillimi i fundit ka sjellë në vëmendjen e opinionit publik një tjetër moment tensioni në marrëdhënien e tij me drejtësinë. Gjatë paraqitjes së tij në SPAK, zoti Berisha ka qenë i qartë dhe i vendosur në qëndrimin e tij. Ai ka deklaruar se çdo akuzë ngritur ndaj tij është e pabazë dhe nuk qëndron në asnjë provë të besueshme ligjore. Sipas tij, ky proces është një përpjekje e politizuar për të njollosur figurën e tij politike dhe për të larguar vëmendjen nga problemet e vërteta që përjeton vendi. Në deklaratën e dhënë për mediat, ai ka theksuar se nuk do të dorëzohet përballë padrejtësisë dhe se do të vazhdojë betejën e tij ligjore dhe politike. Berisha ka paraqitur gjithashtu dokumente dhe prova që sipas tij vërtetojnë pafajësinë e tij në lidhje me akuzat që janë bërë. Ai ka kërkuar që masa e sigurisë të hiqet menjëherë dhe të ndalet çdo veprim që sipas tij çenon të drejtat e tij si qytetar dhe si përfaqësues politik. Nga ana tjetër, SPAK nuk ka dhënë ende një reagim të plot mbi kërkesat e zotit Berisha, ndërsa hetimet janë ende në vazhdim. Institucioni ka konfirmuar se Berisha ka respektuar masën e detyrimit për paraqitje dhe se deklaratat e tij do të shqyrtohen në përputhje me ligjin dhe procedurat përkatëse. Ndërkohë, opinioni publik mbetet i ndarë mbi këtë çështje, një pjesë e shoqërisë sheh si një përballje të nevojshme të drejtësisë me të kalluarën, ndërsa të tjerë e konsiderojnë një përndjekje politike të qëllimshme. Pavarësisht zhvillimeve të fundit, zoti Sali Berisha ka lënë të kuptohet se nuk do të tërhiqet nga aktiviteti i tij politik. Ai është zotuar se do të vazhdojë të jetë një zë kritik dhe i fortë kundër çdo padrejtësie që sipas tij vjen si pasojë e ndërhyrjeve politike në sistemin e drejtësisë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.